Kam kënaqësinë të ftoj në këtë bisedë nën kryetarin e LDK-s, Lutfi Haziri. Zoti Haziri, ju përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhët në Ballkan Update. Faleminderit, kënaqësia është imja. Do t'ju pyes pa diskutim edhe për atë se çfarë po ndodh në Hagë, çfarë ka ndodhur gjatë gjithë këtyre ditëve që ka marrë pa diskutim vëmendje, po duhet ta nis nga diçka që po ashtu më bën shumë përshtypje. Duket sikur politika në Kosovë, kryeministri në detyrë dhe qeveria e tij në detyrë kanë rënë në një gjumë letargjik për sa i përket veprimeve që ndoshta mbi të cilat kanë kompetencë. E them këtë sepse përpara se të lidheshim së bashku, ndoqim dhe materialin dhe qëndrimin e ish ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Hovenier. Ai tha se pezullimi i dialogut strategjik do duhet merret seriozisht. Në fakt, si po merret ky mesazh i SBA-ve në Kosovë, si shumë qet po më duket. Po natyrisht Kosova tash një kohë dhe mund t'ju konfirmoj tash viti i tretë ka kalu në për një marrëdhënie të kushtume nga ona e zotit Kurti, i cili në kuadër të veprimit politik në emër të qeverisë Kosovës dhe në emër të agjendave politike që ai ka nxjerrë në dritë, Kosovën e ka futur në një tunel, e ka futur në një rrugë të errët politike, pa qartësi dhe natyrisht kjo pritje e humdurimin. Çdo lloj pritje pa kufi, veçanërisht nga aleatët me të cilët ne në radhë parë SBA ka pas marrëdhënie të pakushtuara, marrëdhënie të mirëbesimit dhe agjenda politike, jo vetëm në disa sektor, po ajo ka të pas prezencë trefisht në Republikën e Kosovës për dallim nga shumë vende të rajonit tonë, dhe ky lloj kujdestarie ndaj Kosovës dhe ndaj politikës në Kosovë ka qenë hapun drejt për drejt dhe mbështetja më e madhe që Kosova ta kalon këtë fazë politike. Zotën, kjo marrëdhënie e kushtuar tash është formalizuar fatkeqësisht nga ana e State Department. Lista e shtëpisë bardhë që njihet në Prishtinë e që ka fjet në zyrën e presidentës Osmani tash vitin e tretë, është aja që nuk ka arrit më përballu në asnjë lloj dialogu të brendshëm. Zoti Kurti, përveç raporteve të kushtëzuara me BE-n, dhe këtu vjen shprehje prapë dialogu me Serbinë, fatkeqësisht e ka shkaktu edhe këtë lloj marrëdhënie të kushtuara me SBA, që do të jetë jashtëzakonisht e vështirë të ardhmen me largu nga tavolina, sepse nuk është bërë e qartë ende se çka nuk kupton për qeverinë e Kosovës, për çdo ndonjë qeveri të Kosovës që vjen suspendimi i dialogut, i cili është mrri me vështirësi të mëdha. Vetëm në janar të vitit kemi mrri me marr konfirmimin për hapjen e dialogut strategjik. Po. Dhe vetëm në janar të vitit është konfirmuar që do të vazhdon fondi mileniumit, ajo që njihet si MCC, mbështetje që qeveria amerikane i ka ngri dhe i ka largu nga tavolina për shumë vende. Kosovës që është konfirmu, ka qenë dy mekanizma jashtëzakonisht strategjik që është konfirmu Kosovës dhe vetëm për pak muaj zoti Kurti arriti me suspendu, fatkeqësisht dojtë arriti me suspendu, me neglizhencën, me sjelljen e tij politike dhe me humbjen e durimit që shkaktoi tek partnerët më të mëdhenj politik. Zoti Haziri, kam një pyetje drejt për drejt, marrë parasysh gjithë çfarë po ndodh, një pezullim mirë të dialogut strategjik, për pezullim veprimeve dhe përçojnë përpara të formim qeverisë së re nga gjykata kushtetuese. A do të ketë zgjedhje të reja të përgjithshme të parakoshme në Kosovë dhe a është e gatshme LDK-ja të futet në këtë sfidë? Si duket, unë jam në fakt më lene që si duket zgjedhjet po dalin opcioni vetëm Kosovë. Unë jam njëri nga ata që kam refuzu me shkaktu procese zgjedhore të jashtëzakonshme atëherë kur politikanë dështojnë, partitë politike dështojnë, në radhë parë partia e parë në Kosovë, dështon me ndërtu mekanizma të dialogut për ndërtimin e institucioneve. Por prej 9 shkurtit e deri sot, ku jemi në fund shtatorit, partia e parë në Kosovë nuk ka arrit asnjë takim normal politik me organizu në mënyrën se si me përballu ndërtimin e institucioneve në Kosovë, dhe kjo po shihet që tani më Kosova ka një krizë politike të shkaktuar dhe të menaxhuar nga zoti Kurti.
por asnjë parti politike, as LDK nuk po arrin me detyru partinë e parë që me shku drejt një zgjidhje pa proces të ri zgjedhor, dhe krejt vendimet e vështira politike në Kosovë po i deblokon gjykata kushtetuese, fatkeqësisht. Nuk e kemi asnjë vendim prej 9 shkurtit që partia e parë ose partitë politike kanë arritur me debloku dhe me sjell zgjidhje politike. Zgjidhjet politike i ka marrë tani gjykata kushtetuese në mekanizma kushtetues, po i jep qartësi se si duhet sillen politikanët në Kosovë në implementimin e rezultatit zgjedhor, fatkeqësisht. Një tjetër gjykat është ajo e dhomave specializuara të Hagës, dhoma specializuara të Kosovës aty. Për shkak edhe të intensitetit mënyrës se si është përcjell informacioni nga Haga, po edhe për shkak të fillimit të procesit mbrojtjes për zotin Thaçi, ajo ka marrë vëmendje. Si e keni ndjekur ju të gjitha ato se çfarë ka ndodhur në Hag me mbrojtjen e zotit Thaçi dhe me këtë pikë të gjykimit për ish-krerët e UÇK-s? James Rubin, dim sekretari, si dëshmitari i mbrojtjes, ka shkaktu kthesën e madhe, këto 3 ditë dëshmie, dhe natyrisht sot po vazhdon me një autoritet tjetër poashtu i involvuar në mënyrë aktive dhe një vullnetar i madh i kauzës së lirisë shqiptarëve në ish Jugosllavi, jo vetëm Kosovë. Dhe natyrisht mbrojtja e Kosovës në këtë rast në dhomat e specializuar që janë poashtu të Kosovës, po përballet me edhe kundër 400 dëshmitarëve që prokuroria e dhomave specializuar i ka pas deri tani. 400 dëshmi edhe me prezencë fizike, edhe me dëshmi që lejon mekanizmi ligjor i Kosovës të dhoma specializuar, edhe me shkrim pak a shumë, janë ato që kanë marrë 5 vite kohë. Shumë gjatë u bë për Kosovën pritja për drejtësi, me të drejtën, sepse çdo luftë mbyllën nuk mund të kalon pa dhënien e drejtësisë. Por këtë kjo që ka ndodhur në emër të dhoma specializuar dhe vullnetit të mirë që Republika e Kosovës ka dëshmuar, ka demonstruar që duhet mbyllet kaptina e luftës, besoj ka kaluar nëpër korridor të keqpërdorimit, edhe një mekanizëm i drejtësisë i cili ka filluar me humbë besimin. Por tani dëshmitë e mbrojtjes shpresoj shumë t'ja kthejnë kredibilitetin edhe besimin që drejtësia ka më vendosur, dhe kjo drejtësi nuk kupton vetëm ndaj luftës lirimtare, që është kolektive, dhe ky raport me kryengritjen ushtarake të Kosovës e ndon nga ata që kanë bërë gabime në luftë. Po flasmi për 600 persona që kanë humbur jetën në Kosovë, dhe që këta 600 persona në Kosovë kërkojnë drejtësi. Por mënyra, forma edhe krejt ajo që po deri tash, vërtet ka kriju bindjen që po gjykohet ushtria qëllimtare e Kosovës. E jo individ e saj apo eksponent e saj, do më përbesoj shumë që tani këta 5-6 muajt e fundit, që kanë mbetë si mundësi që mbrojtja, edhe dhomat e specializuar me kry pjesën e vet, është ajo që ka me demonstru pastërtinë e luftës qëllimtare të Kosovës, si kryengritje dhe si drejt që ne shqiptarët e Kosovës e kemi shfrytzuar të drejtën tonë me mbrojtë jetën tonë, familjen tonë dhe atë dheun tonë, ka mu pastru nga çdo element që inkriminon, kriminalizon apo jep edhe atribute dhe matrona, sepse këtë akuza është jashtëzakonisht e vështirë. Këtë akuza flet për krime lufte, flet për gjenocid, edhe për probleme serioze që mund të atribuohen në kësaj lufte shkrimtare. Lufta si e tillë ka qenë e pastër, ka mu mbrojt dhe ka mu demonstru që është e pastër, por në anën tjetër unë pres edhe drejtësi. Deri në fund dhe Kosova duhet me demonstru, siç ka ndodhur tash, edhe me dhomat e specializuar në Hag, apo edhe me mënyrën se si duhet vazhdojmë, sepse ky proces do të jetë më i gjatë se edhe 5 muaj të tjerë. Kosova duhet me dëshmu që këto dhoma specializuar do në më kthy në atë dhe, do në më rjat dhe cu, Haga nuk ka nevojë me mbet vendi këtu gjykatat e Kosovës që ushtrojnë drejtësi në emër mbrojtjes së dëshmitarëve, dhe kredibiliteti jon si institucione duke i rjat dhe cu dhomat e specializuar nesër, dhe duke e dhënë kredibilitetin
se drejtësi për të gjithë ka me pasë Kosovë, atër ne fitojmë të drejten vërtet që me mbyll kaptinën e luftës dhe Kosova me kalu në ato që quhet prosperitet dhe zhvillim dhe me shku drejt mbyllës së shtetësisë së saj përfundimisht. Zoti Aziri, është gjithmonë kënaqësi që ju kam në Ballkan Update. Ju përshëndes. Faleminderit juve, mirëpafshim.